Mirë, atëre, nga tani tutje mund të më shumë vërtet tani të merremi me temën që është, sepse deri tani për mua ka qenë e pakuptueshme me shpjeguar krishtjerimin protestant mes shqiptarëve, pa u shpjeguar një herë si erdhin, cilat janë dallimet dhe çfarë ka ndodhur. Mirë. Ajo çfarë quhet protestantizmi ose lëvizja protestante ose krishtjerimi ungjillor, cilën do nga nocionet që përdoren nuk ka ndonjë gabim, edhe pse normal që nuk jeni njësoj. Deri tani, nga burimet e gjetuna, nuk mund të shkoj më larg se sa viti 1816, edhe më larg se sa ky person i quajtur Robert Pinkertoni. Robert Pinkertoni është një skocez i cili ka punuar për shoqërinë biblike britanike dhe për vendet e huaja, e në literaturën shqiptare njihet më shumë vetëm si shoqëria biblike. Ky burri u nis me shku në Rusi, edhe kur më rrini në Vjenë, ai atje në një bujtin, tër natën e dëgjoj një grup duke këndue këngë burrash të shqiptarë të jugut që këndojnë në grup. Edhe në mëngjes i takoj ata. Tha, keni kënduar shumë mirë, së më keni lanë me fjetë, po a bën me ditë nga i dhe çfarë gjuhë. Ata i thanë, mirë, ne jemi shqiptar nga ishit jonian, edhe këndojnë me këtë gjuhë edhe kështu. A i tha, unë për të parë po dëgjoj që pas ka shqiptar. Edhe ky ishte ai takimi me shqiptarët në Vjenë, ku pastaj ai vendosi me ardhe i viziton shqiptarët në jugun e Shqipërisë. Robert Pinkertoni pra është i pari misionar i cili u interesua për shqiptarët, edhe ai erdhi dhe e bëri një raport. Edhe kjo është dokumenti i kohës, i vitit 1816. Shikoni, ai e jep edhe një numër këtu që thot janë, sa shqiptar kishte në këtë kohë, që thot janë rreth prej mes 800.000 dhe 900.000 vetave, ashtu si ka numrua, si ka të kjo, nuk i di. Por ai këtu shpjegon në këtë raport të shkurtër, shpjegon për shqiptarët, tregon që janë të besimit musliman disa janë të krishterë, por nuk kanë asgjë të përkthyer në gjuhën e tyre. Në momenti që po vinte Robert Pinkertoni, çka gjeti mes shqiptarëve? Shqiptarët ortodoks luteshin në greqisht, shqiptarët katolik luteshin në latinisht, dhe shqiptarët musliman luteshin në arabisht. Edhe askush, shqipja ishte vetëm në pazar, në shtëpi, edhe në ara, por nuk ishte as në shkolla, nuk ishte as në administratë shtetërore, nuk ishte as në tempuj. Po ky ishte tereni më i përshtatshëm për reformatorët, se ata e donin pikërisht këtë lloj tereni që njerëzit të nisin edhe të adhurojnë Perëndin, ta njohin në gjuhën e tyre. Sot keni dëgjuar ato që Zoti flet shqip, ne adhuroj Zotin shqip, është botash e modës. Ama mos të harrojmë që përpara 200 vitesh kjo nisi me këtë person këtu. Prandaj edhe ne kemi shënuar në Kosovë përpara 9 vitesh, ose 9 vitesh, kemi shënuar atë ngjarje 200 vjetorin e lëvizjes protestante mes shqiptarëve. Në kohën kur erdhi Robert Pinkertoni, ende nuk ishin bërë këto vilajetet, përveç vilajeti Janinës ekzistonte, po se vilajetet u bënë ma vonë, ja 14 vjet më vonë. Por kjo është pak a shumë ajo koha kur bëhen edhe vilajet shqiptare të ndarë në për këto 4 vilajete. Dhe shqiptarët normal që ishin në sundimin turk, ishin lënë si të huaj, edhe jeta normal e tyre ishte jo e lehtë, sidomos tani kur edhe Perendoria Osmaneve kishte treguar shenjat për dobësimit saj
edhe më herët. Pavarësisht për kësaj situate që tham, Robert Pinkertoni gjeti një përkthyes që kishte qenë mjek i Alipash të Pelenës, përndryshe në ato kohë sundimtar i atyre trojeve, ku ishte vilajeti i Janinës, ishte Aliu. Dhe ai pyete, jo porta e lartë. Prandaj në histori nuk është prek shumë që këtë dimenzion, se pikërisht për shkak të kësaj lloj qeverisje të Alipash të Pelenës, u bë e mundur që të vinin disa misionar protestant mes shqiptarëve, edhe diplomatë të tjerë normal. Vangel Meksi kishte studiu për mjekësi dhe ishte mjeku personal i Alipash të Pelenës. Dhe ky burr gjet që me fillua dhe me përkthye dhjatën e re nga gjuha greke, nga gjuha origjinale në gjuhën shqipe. Ky është përkthimi i parë dhe i plot historik i Ungjillit të Mateut, kur nuk është përkthyer. Pra shqiptar duke qenë të krishterë prej kohës së Palet një pjesë e madhe e tyre, askush kur nuk e kishte përkthyer fund e krye një pjesë të plotë të Ungjillit. Mateu është pra i pari botemi cili bat. Tërë dhjata e re në fakt ishte përkthyer në vitin 1821 nga Vangel Meksi, por nuk është botuar edhe për disa vite më vonë. 3 vite më vonë u bë veç një provë edhe u botuar ky Ungjilli që quhet i Mateut në vitin 1824. Pra mendoni, para 2 vitesh është shënuar 200 vjetori i përkthimit këtë Ungjillit. 3 vite më vonë botohet dhjata e re, është me shkronja greke. Nuk ndi edhe çfarë s'kishte alfabet gjuha shqipe në atë kohë. Pra këtu kemi tërë dhjatën e re një tekst që është shtyp në gjuhën shqipe për shqiptarët ortodoks, edhe me alfabet grek, përkthimin si thash e ka bë Vangel Meksi, kurse redaktimin e ka bë Gregor Gjirokastriti. Një zhvillim me interes kur flasim për shtrirjen protestante mes shqiptarëve, ka të bëj edhe kjo letër prej sultanit të kohës. Sultani i kohës në vitin 1850 e ka lëshuar një ferman, një leje, ku për herë të parë njihet komuniteti protestant si millet, se deri në atë kohë nuk njihej si millet. Millet ishin muslimanët, millet ishin katolikët edhe ortodoksët, edhe judaistët, por jo protestantët, nuk njiheshin. Prandaj nga ky vit, ai e njohu për shkak se rrethonat politike ndryshuan, edhe tani Perandëria Osmane e kohës, pra ishte në marrëdhënie më të ngushta me Britaninë e Madhe, Amerikën, dhe kështu që kjo ishte një fat i mirë edhe ku këtu hap dera, sepse tash edhe në mënyrë legale njihet kisha protestante ose populli apo mileti protestant. Dhe ai ishte për gjithë Perandorinë. Një figurë tjetër me shumë rëndësi për shqiptarët edhe për historinë e krishterimit protestant është ky burri këtu që edhe ky skocez, Alexander Thomson. Edhe ky ka punuar për shoqërinë biblike. Madje ky ka qëndruar mes shqiptarëve për 35 vjet. Edhe ky njihet si babai apo ati i rilindasve shqiptarë. Ky ka frymëzuar shumë rilindasët se si të mendojnë për popullin tonë, edhe jo vetëm për çështjet besimit, por edhe për çështje kulturore dhe edhe për çështje tjera më shumë. Një figurë tjetër që se kena përmend këtu mes Pinkertonit dhe Thomsonit është Isaac Lons, që edhe ai ka bërë një punë mes këtyre viteve. Ky ka ardhur mes shqiptarëve rreth vitit 1865. Ky burr, Thomsoni, thirr Kristoforidhin, i cili kishte kryer kolegjin protestant në Maltë rreth vitit 1854, punonte si një
në punës në Tunizi dhe e fton që të vi në trojet shqiptare, vjen edhe vendoset në Elbasan, edhe pastaj ky merret me një përkthim të ri të Dhjatës së Re, të cilin e ka bë rreth vitin 1866, 64-66. Ky njihet si autori i shumë librave, që Shësia Biblike ju ka botuar, edhe njihet si që është babai i gjuhës son. Mirë, këtu është një pamje e manastirit. Jo e vitit 1873, por është më vonshme, se që shjeni është në Kolar, por është fillimit shekullit 20. Në manastir, për aq sa ne dim deri tani, për aq sa ka dhe dëshmi të ndryshme, këtu në këtë qytet kishte ardhur një grup i misionarëve amerikan nga Bostoni, ku këta u vendosën afër shtëpisë së qiriazve dhe aty hapën kishën e parë protestante në vitin 1873 vetëm ata, dhe për 3 vite pastaj ajo u rrit edhe kaloi edhe me antarësi shqiptare. Pra, mund të flasim deri tani për vitin 1876, ku edhe vetë qiriazët ishin konvertuar së kthyer në besimin protestant. Këtu kemi një ristrukturim të pamjes. Kjo është një kisha që ka ekzistuar në Prishtinë deri si ndërtesë deri pas luftës 1999. Kjo është një kishë në ajo çfarë është e parku i qytetit, edhe ju që dini ku ka shtëpina Demdemaçi, është shumë afër. Ajo është rrënuar, është bërë një objekt tani shumë i madh, po prona ka parcel për pronën, edhe kështu është duk pamja, edhe kjo ishte kisha ungjillore e Prishtinës e vitit dikun 1876. Viti ky numri që është numri 3, në bazë të gjetjeve të që i kujtojnë njerëzit për rreth, thonë që nuk ishin të sakt a është ky shtatësi, a është 6, a është 7, a është 8. Pra është ende ka një farë dileme, po mund të që viti nuk është plotësisht i saktë. E përmenëm Qiriazin, edhe ky është Gjerasimi, vllai më i madh i familjes Qiriazi, i cili pati fëmijë të parë këta misionarë amerikanë. Shikoni vitet të pakta të jetës së tij, po ky është, si më thonë, personi një themeltar në lëvizjen protestante shqiptare, dhe më vonë keni me pa cilat janë ato gjanat që ky bani edhe çka themeloi. Ky vetëm për ndoshta për 2 vjet hapi shkollën e Vashave, hapi kishën në Korç, formoi atë që quhet Organizata Vllazëria Ungjillore, edhe themeloi gazetën e parë që botoi në troje shqiptare, e quajtur Vllazëria Ungjillore. Letra e vllazërisë, më falni. Pastor Gjerasim Qiriazi ishte predikuesi i popullit shqiptar me titull, edhe ky vizitoi Prishtinën edhe kishën ungjillore në vitin 1892. Nga Korriku deri në nëntor qëndroi në Prishtinë, edhe pastori i kishës në atë kohë ishte një bullgar, shok i tij i studimeve, që kishte kryer këtë teologjinë e protestante në SMAK-ut të Bullgarisë, edhe shoku i tij i klasës ishte pastor në Prishtinë në kishën metodiste. Lëvizja protestante ka pas këtë ndikim në hapjen edhe të shkollës së parë laike shqipe e vitit 1887 në Korç. Ka debate kur u hap shkolla e parë shqipe, po kur flasim për shkollën shqipe ne kuptojmë që jo shkollat që janë me program fetar, po nëse flasim për shkolla laike, është kjo në jo fetara, dhe më thonë, e Korçës. Edhe Gjergj Qiriazi për një kohë të shkurtër ishte pastori i kishës në Korç, veproi, dhe më thonë, këto i vitet e jetës, ishte mësues dhe veprimtar, edhe kena me pa edhe në pamje tjera, më vonë. Këto janë motrat Qiriazi, që njihen pothuajse shumë, edhe një rrugë në Prishtinë ka pikërisht emrin e këtyre 2 motrat Qiriazi.
mësuese, do më thonë, këto janë, na i bjen neve me thonë sikur janë gjyshet ose 4 gjyshet shqiptare që të kenë diplom nga Universiteti i Wheaton në Illinois. Pra paramenoni sa larg ishin këto motra me vizion që sikur me menduar ju sot për 4 gjyshet e juja me pas diplom të një universiteti amerikan. Po kjo nuk ndodhte në asnjë vend tjetër të Ballkanit. Sa përpara ishte ky grup i vogël i besimtarëve ungjillor në atë kohë. Kjo shkolla vashave në Shqip që ishte në Korçë, që ishte nis në vitin 1891, një grup i mësuesve të huaj edhe shqiptar. Ky është burri i Sevastis i quajtur Kristo Dako. Ungjilltar, politikan, ka pas një parti politike në Amerikë, u shtakuar 2 herë me presidentin e kohës Wilson, edhe ka qenë po ashtu mësues. Ky është Petronina Luarasi, bashkë themelues i vllazërisë ungjillore dhe mësues. Këtë pamje, këtë foto e dini të gjithë, është pamja e komisionit që ka bë alfabetin shqip. Alfabeti shqip ku zhvillua? Në shtëpinë e Gjergj dhe Gjerasim Qiriazit. Aty u mbajt në manastir. Qirizat ishin nga kolonia, nga jugu, por kishin mërguar nga ma heret, edhe në shtëpinë e tyre u zhvillua kongresi. Në këtë kongres, shikoni komisionin, janë 2 pastor protestant që janë këtu në këtë fotografi. Ky këtu poshtë me numrin 11 i ulur i pari nga majta, është Gjergji, edhe ai lart atje në të djathtë, që është i fundit me numër 6, është Gregor Cilka. Gjergji kishte rolin e nën kryetarit të nën presidentit të kongresit të manastirit. Kurse Parashevit Qiriazi ishte ai që ishte proces mbajtës e kongresit të manastirit. Pra, nuk ishte vetëm protestant të përfshirë, po pa ta nuk bëhej kjo punë. Ky është libri i parë që është botuar me alfabetin që u bën në manastir, alfabetin shqip. Ky është libri i parë Dhjata e Re. Shikoni vitin 1910, vetëm 2 vite më vonë. Instituti Qiriazi që u bën në Kamës, ishte përpara shkolla vashave që shkoi dhe u shpërngul këtej, një ndikim të madh që ka pas në Shqipëri. Janë një pamje tjetër e kohës, besoj ndoshta mund të jetë viti 1937. Po këtu çfarë kemi këtë pamje? Parashevit Qiriazi në ajo çfarë ishte konferenca e paqes në Paris vitin 1919, cila arriti nga Amerika. Për këtë edhe ka një botim të madh për kujtimet e saj. Mirë, ka fundi, sot në botë janë rreth 1 miliard protestant. Në Shqipëri janë sigurisht rreth 300 kisha ungjillore dhe rreth diku 50.000 protestant. E në Kosovë numri i kishave është kuptohet që është shumë i vogël, ndoshta rreth 50 dhe me rreth 10.000 protestant përgjatë tyre 30-40 viteve të fundit. Burime për me ditë më shumë për këto të kohës, shikoni janë këto të shoqërisë biblike britanike, edhe këto që janë të bordit amerikan në Amerikë. Edhe si përfundim, protestanizmi shqiptar u fokusua dhe i solli këto ndryshime dhe ndikime shoqërisë dhe kulturës tonë. Adhurimin e gjuhën shqipe, përkthimi i Biblës në shqip, arsimimi dhe hapjet shkollave, botim të literaturës, mirëqenie sociale për njerëz, emancipim kulturor dhe shpirtëror, mbjellje e kishave ungjillore edhe kontribut në diplomaci. Kurse këtu ne çfarë kemi, dëshirojmë veç me ekspozuar disa nga librat që janë, është një botim i institutit në Shqipëri që ka bën libër
libri Shqip dhe Veprimtaria Protestante, që u bë për 200 vjetorin e lëvizjes protestante mes shqiptarëve. Pra, kjo është një. Ata që dojnë me ditë për jetën e Sevastis Qiriazit është kjo, pra Instituti për Studime Shqiptare dhe Protestante është botues dhe i kësaj. Njëti institut ka bërë dhe këtë që quhet është një monografi nga Gjevat Loshi për Gjergj Qiriazin. Pastaj është për figurën tjetër që është parashivia. Botim po ashtu institutit. Dhe një botim tjetër i institutit për studime shqiptare dhe protestante është kjo monografi që është bërë shumë herët nga John Conrad për Gjerasimin. Kurse botime tjera që i mbak prej nesh këtu si tenda, shtëpia botuese tenda, kemi bërë këtë libër këtu në vitin 2011 që quhet Lëvizja Protestante mes shqiptarëve, nga viti 1908 deri në vitin 1991. Pas kësaj është bërë një libër që kam bërë unë, jem autor i saj, quhet Kronologjia e lëvizjes protestante midis shqiptarëve vitin 1816 deri vitin 2016. Libër tjetër nga Dr. David Hosafluk ka bërë këtë studim, është disertacion, Lëvizja protestante mes shqiptarëve për tani nga viti 1816 deri vitin 1908. Edhe një fundi që gjithë studiusit e ndryshëm që studiojnë në përgjithësi për reformacionin, është një libër studimor që kap një periudhë rreth 1000 vjeçare, edhe quhet Reformacioni Protestant, që mund të gjendet këtu tek kisha jonë, po edhe për disa librari.